Jemi në konsultime aktive, kryetari i LDK-s është të punu me i dhanë mundësi një marrëveshje mes LDK-s dhe LVV-s. Kjo është qëllimi jonë, që më bë shteti funksional, me pas organin më të lartë përfaqësues që është presidenti sa më shpejt. Jena në 11 ditën e fundit, dhe kjo 11 ditë duhet me na obligu që sa më shpejt me i dhanë vendit marrëveshje. Bashkëpunimi o vlerë, nuk është dobësi, LDK-ja vazhdon me afirmu që vetëm përmes bashkëpunimit mund të arrijë një marrëveshje. Zoti Aziri, është vërtet që LDK-ja ka hedhur poshtë spekulimet, madje ka quajtur spekulime raportimet që emri juaj po përmendet për president. Megjithatë, deshta më u pyet, a ka pas ndonjë takim ku është përmend emri juaj ose ai ju të gatshëm që ta pranojnë atë pozitë? Se ka thonë LDK-ja, kam thonë unë emrin LDK-s. Nuk është vetëm spekulim, është lajm që është dhënë nga holli i këtij kuvendit, nga kolegët e ju. LDK-ja nuk është në bisedime për me ndru pozicione edhe nuk e ka qëllime bo marrëveshje për pozicione, se ne mendojmë që është konzum politik. Ne jemi ndërsu me bo marrëveshje për stabilitet politik. Dhe kjo angazhim joni na jep drejtën me thonë edhe njerë që ne jemi të angazhum i dhonë zgjidhje vendit për president. Ata nëse e në kuvendi, pse jo qeveria, janë çështje që na nxjerr jashtë vullnetit politik. Po vullneti politik është me dhënë vendit zgjidhje, stabilitet edhe mundësi për te zgjedhjeve, nuk kemi të interesuar. Në anën tjetër po dëgjojmë fjalor, dje në veçanti, e parë dje, fjalor politik që i përgjallë vitit kalum. Viti 2025, viti cili nuk u zbatun zgjedhjet fare, dhe loja fjalëve kush është fajtori. Nëse vazhdojmë me bëjë lojën kush është fajtori, atër gjithë jemi humës. Faleminderit shumë.